me shumë respekt dua vetëm t'ju korrigjoj pak në pyetjen tuaj, nuk kam marrë përgjigje nga Këshilli. Kam marrë përgjigje nga sekretari i Këshillit, që nuk është antar i Këshillit Bashkiak. Dhe nuk është autorizuar nga Këshilli, Këshilli duhet votonte për këtë ftesë. Sepse Këshilli mund të mblidhet edhe vetë, por në këtë rast kur gjykohet kryetari i Bashkisë, duhet merrte një votim Këshilli Bashkiak për këtë ftesë. Dhe nuk mund ta linte këtë në një komunikim me sekretarin e Këshillit, që nuk është as i zgjedhur, është thellësisht administrativ. Kështu që në këtë sens është shkelur, as nuk jam njoftuar të shohësh nga televizioni i Burgut që po mblidhet Këshilli Bashkiak i Tiranës. Tani të flas më me shumë respekt dhe solemnitet për gjykatën, po flas më shumë si me një gjuhë thjeshtë ta kuptojnë të gjithë njerëzit. Unë kam parë një eficiencë me 8 vendime administrative brenda 8 orëve të orarit punës, në datën 24. Do të thënë një eficiencë kur unë kam kërkuar për ndihmë ekonomike, kam kërkuar Këshillin për lloj-lloj situatash, që duhet lutesh aman t'u japim lekët njerëzve që s'mbyllën dot muaj. Një eficiencë shembullore që fillon me Këshillin Bashkiak dhe mbaron me dekretin e presidentit është mbreslënëse për eficiencën e shtetit tonë. Ne kemi pasur situata të tmeshme, katastrofike, pandemia tërmetit, dhe s'kan kaluar me shpejtësi kaq madhe nga një vendim në orë, në 8 orët e 8 vendimeve që janë marrë atë ditë. Nga Këshilli te prefektura, ke ministri i linjës, te BKM-ja, te presidenti kështu me radhë. Kështu që në këtë sens ky është fshati që duket. Nuk ka nevojë për kallëuzin tim, sepse kjo kuptohet shumë qartë që më është mohuar njoftimi, më është mohuar ftesa, më është mohuar e drejta për që aty. A do kisha fuqi që të ndroja mendimin e tyre? Këtë skemi si ta zbulojnë përsa kohë që nuk ma dhanë këtë mundësi. Unë besoj që fjalët kanë peshë. Edhe unë besoj që kur njerëzve u jepen mundësia që të shprehen, në të kundërt, diferenca do të ishte, ju keni bërë diferencën me këtë vendim sot. Diferenca që keni bërë është ja si bëhet një proces ku ne dëgjojmë pak. Dhe unë besoj që për njerëz, prandaj thash, fyerja më e rëndë e jetësime se mund të bëhen nga njerëz që e dinin për ditë për kushtimin tim. Dhe që ju lutesh atë vinin për vendimet sepse Tirana siç e keni parë që një kantier këto 10 vite. Dhe prandaj them eficienca me të cilën shkoi nga padrejtësia në padrejtësi, me një ritëm në një shpejtësi të jashtëzakonshme, ishte thellësisht mbreslënëse. Dhe për këtë them, nuk e di si do të ishte vendimi i tyre, nëse do t'i shkoja në sy dhe do t'ju kujtoja pikërisht këto skenar. Edhe ndoshta do t'ju kujtoja edhe faktin që nesër mund të jenë ata viktimë e kësaj padrejtësie. Nesër dikush ju jap vetëm një shembull prej punës që kam pasur, kryetari i Bashkisë Medellinit u rrëmbye nga një organizatë terroriste FARC. Dhe pastaj u plasi si mod që po të rrëmbesh një kryetar bashkie, krijon zgjedhje dhe pastaj mund ndoshta të vësh atë që do të tillë nëse s'ka qellove me atë që rrëmbehet. Pra hapet një precedent që mund të shkojë në fantazi nga më ekstreme deri ke padrejtësia që është rasti im konkret. Faleminderit.